Kjo javë ishte e rëndësishme edhe për samitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor në Tivat. Në Tivat nuk kisha shkuar asnjëherë, u detyrova të shkoj se s'kisha për të shkuar pa bërë më parë portin turistik të Durrësit. Kështu e kisha ndarë në mendjen time, një fiksim i palogjikshëm, por nganjëherë siç tregojnë edhe këto rrëmujat e ditëve të fundit, logjika nuk është ajo që vendos gjithmonë. Vendosin dhe emocionet, vendos edhe në një farë mënyrë budallëku i njeriut. Dhe ishte një lloj budallëku imi për të vërtetës, por ishte emocional, që nuk doja të shkoja në Tivat sepse nuk doja të shikoja Port of Montenegro. Nuk doja të shikoja Port of Montenegro sepse Port of Montenegro është një top që i ka kaluar për shalës Shqipërisë dhe ka përfunduar në Malzi. Dhe historia e Malizi është përcaktuar nga Port of Montenegro si një histori e një vendi turistik që nuk ka bujqësi, nuk ka fabrika, nuk ka prodhime të tjera, po ka një bukuri që e ka vënë dispozicion të ekonomisë përmes investimeve të ekselencës. Dhe ai që ndërroi dhe që e konceptoi Port of Montenegro, më parë se të shkonte atje, si një top i shtyr nga uji, përmes shalve që ishin të hapura thjesht dhe vetëm për të marrë përfitime babzie, duke e përdorur Shqipërinë si pronë, do ta bënte Durrës. Do ta bënte Durrës, kishte bindjen që një port turistik pranë amfiteatrit më të madh që romakët kanë ndërtuar jashtë Romës, do të ishte një histori e jashtëzakonshme suksesi. Gjë që do ta tregoj natyrisht historia e re, por shumë e vonuar, jo për fajin tim dhe tonin, e projektit të portit turistik të Durrësit. Dhe u prit me sytë të xhepi, edhe ju kërkuan xhixha, kështu që iku në Malzi, e ndërtoi Port of Montenegro dhe Tivati, nga një gji me rreth 10.000 banor që ishte i vetmi gji që nuk frekuentohej nga turist, sepse ishte një bazë ushtarake e Jugosllavisë me ujë të ndotur e kështu me radhë, u kthye në motorin më të madh ekonomik të Malizi. Dhe Malizi që nga i moment pa shumë hajër, sepse pasuan investimet të tjera, one and only, hoteli one and only, në Europë është ndërtuar vetëm Malizi. Do ishin në Shqipëri të gjitha këto. Sikur ata që mos qofshin, domethënë të mos i kishin lënë të kalonin kështu këto topa, dhe sikur të kishin menduar për Shqipërinë dhe për gjitha këto tema që flasim sot. Gjithsesi, në Tivat unë shkova, nuk kisha çfarë bëja, dhe më vjen shumë mirë them që samiti ka qenë një samit mbase më interesanti nga pikpamja e përgjithshme e shtyrjes së disa gjërave dhe shtyrjes një çështje të përshpejtimit zgjerimit, ama një gjë është pak po e sigurt që Shqipëria u vlerësua si një vend që është pranë antarësimit. Shqipëria u vlerësua për të gjitha ato që ka bërë dhe si një vend që është pranë. Ndërkohë që zëri ynë u dëgjua qartësisht përsëri, unë ngrita të gjitha ato për të cilat kam kohë që përpiqem dhe brenda atij rrethi, sepse një gjë e kemi arritur. Në atë rreth nuk ka më kush jam unë, kush je ti, siç ka pasion dikur, të gjithë i dëgjojnë me respekt dhe na dëgjojnë me respekt. Dhe unë kam shumë shpresë që do të kemi lajme shumë të mira, shumë shpejt, përsëri në atë aspekt, dhe jam edhe më i bindur sot se çisha përpara këtij samiti që ne do të arrijmë atë që duam të arrijmë. Do të arrijmë atë që duam të arrijmë. Dhe takimi me kancelarin Merz ishte provë absolute e faktit që vlerësimi është maksimal, mbështetja është maksimale dhe vetëm puna është ajo që nuk na e bëjnë dot as gjermanët, as italianët, as francezët, por duhet ta bëjmë vetë. Kështu që të gjithë në punë, secilin punë në vetë. Faleminderit.